Përzgjedhësi i Kosovës Franco Foda ka përditësuar sot në mëngjes listën e futbollistëve të ftuar, duke dorëzuar 23 emrat që do të jenë pjesë e skuadrës për ndeshjen ndaj Slovenisë. Dardanët janë mysafirë të slovenëve në ndeshjen e parafundit të grupit B, e cila pritet të zhvillohet në stadiumin Stožice të Ljubljanës me fillim nga ora 20:45. Kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për të dyja kombëtarët, por sidomos për Kosovën, e cila me një barazim siguron pozitën e dytë apo play-offin për kualifikim në kampionatin botror. Ekipi i përzgjedhësit Franco Foda është i kompletuar për këtë ndeshje, përveç portierit Arjanet Murić, i cili mungon shkak i kartonëve, dhe kështu imperativi vetëm është rezultati pozitiv. Megjithatë, Foda është detyruar t'i largojë dhe 4 lojtarë të tjerë nga lista preliminare, pasi për ditën e ndeshjes nevojiten vetëm 23 futbollistë. Kështu, në listën e dorëzuar te UEFA vërehet se Lart Sadriu, Lindone Mrllahu, Meriton Korenica dhe Baton Zabërgja janë lënë jashtë.